Arti kërkon guxim, vizion dhe përkushtim të palëkundur. I tillë është Qëndrim Riani, një nga regjisorët më të vlerësuar shqiptar të teatrit bashkëkohor. Ai është regjisori i parë i diplomuar i teatrit nga Kërçova, si edhe magjistër në regji teatri dhe spektakli në Universitetin e Arteve në Tiranë. E gjithashtu, pedagogu i parë nga Maqedonia në këtë universitet. Ai ka realizuar mbi 30 shfaqje profesionale, opera, filmat dokumentare dhe ka prezantuar punën e tij në festivale ndërkombëtare në Europë dhe më gjerë, duke u vlerësuar me mbi 70 çmime, përfshirë këtu edhe çmime prestigjioze si Regjisori i Vitit, 2 herë çmimi Vojdan Çernodrinski, çmimi Mojsiu dhe Artisti i Vitit nga Presidenca e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Një nga veprat e tij më të rëndësishme është opera Skënderbeu, opera e parë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, si edhe projekti madhor i vitit 2025 me titullin Jul Cezari në Split të Kroacisë, një nga projektet më të rëndësishme teatrale të vitit. Qëndrim Riani përfaqëson artin që sfidon, ndërton identitet dhe çon kulturën shqiptare në skenat botërore. Për kontributin e jashtëzakonshëm artistik dhe përfaqësimin ndërkombëtar të kulturës sonë, Shoqata Votra e nderon me çmimin Regjisor i Vitit 2025.